dhul gjelal thetoju që keni besu, mos shkoni rrugës shejtanit, mos shkoni fërkemve dhe hapave të shejtanit. Ju thët e mallkuat shejtanin, por rrugën e tij nuk jeni duke lëshu. Kjo pika e tretë që Zoti nuk i përgjigjet lutjeve tona. Dhe në 4, qara'tumul Kur'an, e keni lexu Kur'anin dhe nuk keni punu me çka kanë te. E ke lexu Kur'anin Kerimin, sa prej neve dëgjojmë 10 herë kam bë hatme, 20 herë kam bë hatme, nanës ja kum dërgu një hatme, babës ja kum knu një hatme, atine ja kum knu një hatme, për veti kam bë hatme, te filon hoxha e kam bë hatme, por ke harru që dët me punu çka kanë te, jo vetëm për me lezu shkele dhe shko. Pastaj pika e 5, se Zoti Dhul Gjelal nuk na u përgjigjet lutjeve tona, është taraktum uyubakum wa nadhartum ila uyubin nas, i keni lanë marrët e juaja, i keni këqyr marrët e huja. I keni harru gabimet e juaja, i ke këqyr gabimet e tjera. Na mjafton vetvetja me mëkatet që i kemi, na mjafton vetvetja me gabimet tona që i kemi. Nuk kemi nevojë mu marrë me gabimet e huja, kemi nevojë me këshillu njeriun. Nuk ka nevojë njeriu dhe skuqon se si në Islam e thon, unë jam njeri individ dhe kam drejtën e plot me ba çka du, ti nuk ki drejt mua me më këshillu. Jo, por nuk kemi nevojë mu shku mu marrë me gabimet e huja përderisa na mjaftojnë tonat. A nëse thojmë se unë jam njeri dhe kam drejtën e plot që mos më ndërhyj askush mund punët e mia, dëgjoni çka bën Zoti Dhul Gjelal me një popull i cili ishte i shkatruar, popull i cili ishte i degeneruar, popull i cili ishte amoral. Allah Gjeleshanu dërgoi një melajke me shkatruat popull. Dhe kur vije meleku, e sheni njeri duke ba namaz dhe po i thët Zoti Dhul Gjelal, o Zot, nuk kam fuqi, nuk kam shpirt me denuat popull me shkatru, për arsye se në mesin e tyne është një njeri duke adhuru Zotin Dhul Gjelal, duke i ra Zotit në sejdë. Allahu Dhul Gjelal po i thot, bihi febda pejti fillo. Të parin atë shkatrojë, pastaj fillo me këta tjerë. Çka është namazi jon kur shoqëria jon nuk bjen namaz? Çka është neja jon me njerëz të devotshëm kur shoqërinë e kemi me njerëz të gabuar? Çka është ibadeti jon, haxhi jon kur të tjerët nuk janë bind që të shkojnë në haxh? Çka është agjerimi jon kur ulum në sofrën dhe në tavolinën atyne që e pinë kafen, e pinë alkoolin në muajin e shejt të Ramazanit? Neve nuk kemi ndryshuar gjendjen tonë. Andaj thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, nëse dëshiron me qenë duaja jote pranuar, ushqimin që e ngran le të jetë halal, punën që e bën le të jetë halal, pijen që e ke le të jetë halal, veshën që e ke le të jetë halal. Për këtë ka thënë pejgamberi alayhis salam, kur niset njeriu për në haxh, i ngrit duart lart në qiell edhe thot Zotit, ja Allah, o Allah më mëshiro mua, o Allah më fal mua, o Allah më drejto mua, o Allah më furnizo mua. Thot pejgamberi alayhis salam, ma'kaluhu haram, mashrabuhu haram, gudhiya bil haram, hanë ka haram, pijen e ka haram, vesh mbathjen e ka haram. Enna yustajabu le, si ti përgjigjet Zoti Dhul Gjelal lutjes së tij. Lut Zotin e madhreshëm që ne të na i fal mëkatet ya Rabbel Alamin. Na i pranoj lutjet tona ya Rabbel Alamin. Na i fal gabimet tona ya Rabbel Alamin. Na bashkon neve së bashku në Xhennetul Firdausin me pejgamberët, dëshmorët, dietarët, hoxhallarët, mësuesit tonë, prindrit tonë dhe të gjithat ata të cilët kaluan prej kësaj bote ya Rabbel Alamin. Lut Zotin e madhreshëm musliman anë e kanë botës ku janë në sfidat lloj-llojshme, në telashe dhe në belat lloj-llojshme. Allahu të ju ndihmon ya Rabbel Alamin. Allahu na bëf nasib që dalim prej kësaj dunjaje me iman, me la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.